sugar sweet. You got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion. Just my kind of heat. Keep it on repeat. Tested by the motion. Loving this devotion. Buongiorno, io te dico, ciao ragazzi. Përshëndetje të gjithëve. Ciao Luze! Mirë se vini në kanalin tim, mirë mëngjes. Neve jemi gati për të pirë kafe, kemi diell, jeta është më e bukur. Edhe e dini çfarë vura re? Po ndërton një, çfarë quhen ato pëllumb, më duket quhet ajo, vallai. Ka ndërtuar folen e vet, edhe vjet e kishte folen aty, do ja u tregoj pastaj. Edhe i kishte rënë foleja si vjet. E gjeta këtu në tokë para do një muaj, edhe e ka ndërtuar brenda një jave. Kleçk, brenda një jave ka ndërtuar. E tani rin atje dhe ngrof vezet, e shem gjithë ditën që rin atje të foleja vet. Pa, mbaj aty poshtë se na i shpife. Na bëri çuni nevojat edhe jam mbledhëm se duhet shkojmë tani t'ja hedhëm në plera. Mirë mëngjes njerëz. Që thoni, kam 2 ditë që nuk po pi kafe si njeri, sepse të premten, Klajdi nuk ishte në shtëpi, unë u zgjova, e pas që nuk isha qumësh që të bëj cappuccino. Dje, nuk dolëm të pim kafe jashtë të piva në shtëpi, po prapë s'kisha qumësh, edhe tani dua të pi urgjent cappuccino i të ha një pana shokolla. Edhe Milo do të hajë diçka burr. E hangre? Baft mirë, edhe Milo hangu atë vetë. Milo. Gëzuar. Pse plagët e mia kanë dendur kështu sot? Kanë dendur sikur të fryra këtu. Pse? Shife. U kthevëm në shtëpi, të le makinën time, lam edhe lushen edhe do ikëm në një pazar me të përdorura, sepse dua të gjej çantë për udhëtime, po jo valigje, çantë prej leckeje. Dua t'i dërgoj në Shqipëri mamit e Leanës ato peliçat që kisha bler, puc që kam lart e Leanës. Pas se do ikëm prindrit e mi në Shqipëri për Pashkët, kështu që këtë javë do desha idealisht ja paketoj gjërat e t'ja dërgoj për Shqipëri. Por më duhet çantë, po nuk gjeta çantë, s'ka problem, do i fusim në kutia pastaj, por dua t'i hedh një sy. Ka edhe diell, ka edhe bukur, ju e dini që unë adoroj thrifting, kanë qelur gjithë lulkat, sa gjë e bukur që është kjo. Tani na duhet makina e Gangos. Unë mendoja që isha cute sot, bur jam cute sot. Je cute, super cute. Diem sikur nuk jam fare cute tani. Shikoni burim ka veshur këmish, and I love kur buri vesh këmishka, I love it, që so aesthetic, so beautiful. Love you. Live it up, sweet emotion. Every time, every night, you and I on a roll. Switch it up where I'm going. Stay on the fly, just in time, know the right way to go. I'm on the road, it's bad time. Fillovi të fry një super air, kështu që po ikim avash. O zoti i madh. Ishte shtun. Unë normalisht të shtuna të filmoj, po di nuk filmova. Edhe di që nuk filmova kishte super diell. 20 ca gradë, ndendem gjithë ditën në shtëpi. Sot që vendosa unë të filloj të filmoj me vonesë, ne i prishi koha. Like why? Ishte gjithë javën diell. Gjithë javën. Sot e diell që unë dua gjithmonë të diela të dalin në xhiran të përdorura. Vrin tërësir edhe fryn air. Unë barabart gjeta super gjëra të bukura sot. Super gjëra cute. Luce, oj bukur, oj e miri mami ti. Do ju bëj hol. Pse jam kështu? Shqyqër zotit, bëra dje shkallën e pallatit, se ishte dita ime që ta bëja, java ime që ta bëja, shqyqër bëra dje. Që tregoj pak se marrë gjëra shumë cutesy. E dini që ka dalë në modë kjo e verda? E verda i gjalpit, butter yellow. Desha një këmishkë, por duke qenë që do ik nga moda, edhe nuk do e përdor gjithmonë, nuk desha të investoj edhe një lek të madh. 1 euro. Thjesht që ka këtu një njollkë, nuk e di po duket në kamera, jo atje. Po besoj mund të jetë ndryshke dhe unë di si ta heq ndryshkun. Kështu që them ta lajet shpresoj që të ik. Është edhe made in Firenze kjo. E rrezikova, 1 euro thash nuk janë shumë. Dhe gjeta një teta që kishte fustane super të bukura. I desha të gjitha fustanet e tetës. Gjithsesi mora këto. I pari është ky, që është leopard, që ka këto detajet këtu fantastike, edhe është i gjatë deri në fund, kështu. Kanë dalë super shumë në modë dhe këto janë perfekte edhe për këtë periudhën që ta veshësh me një xhaketë sipër të zezë ose një blazer të zi. Janë numra të mëdha, kështu që këto do i vënë vinted. I mora më shumë që ti shes. Por po ti ishi numrim do i mbaja për vete. Mora edhe këtë që edhe ky është fantastik. Yll, edhe vjen poshtë me këtë efektin kështu. Edhe ky super i bukur, si ai tjetri, edhe ky më i madh, edhe këtë do i vënë vinted të shes.
pjesë. Jo këtu mbase mund të më bëj, nuk jam e sigurt. Duhet të jetë kështu para, që është e mbyllur, edhe mbliten këto mençkat, kanë këto trendafilkat, ngjyrat janë fantastike. Edhe kështu është pak më e hapur gjasë me mbrapa. Edhe kjo arrin deri në fund të këmbëve, edhe kjo është asimetrike pjesa poshtë. Ngjyrat si tip burgundi që ka dalë në modë tani, super e bukur. Dua ta provoj të shoh po do më bëj, do jem shumë e lumtur. Mor edhe këtë, sepse ishte gjëja më cute që kam parë, edhe kam gjetur. Një përparse, ishte 2 euro, që kur të gatuaj, jem kështu, e shikoni, këtësi, edhe një koqire, edhe është super e bukur. Ka qendisje, 100% kotone, dukeshë materiali që ishte super i mirë kësaj. Then, Ibiza style. Ju kam thënë që më dalin gjithkohë ato Ibiza style në TikTokun tim. Gjeta këtë që është super Ibiza style. Besoj që edhe kjo nuk do më bëj edhe shes, por nuk mund ta lija. Kjo me një fund të shkurtër e të bardh ose boqell, që të jetë i gjithi me pajet, siç janë këto, por në behar, në det është yll si stil. Gjeta edhe një tjetër të këtill. Unë i gjej edhe mora, kam një për motrën, një për vete, këtë e mora që ta vej në shitje në Vinted. Prisin se është mbrapsht, është kështu. Është e gjitha me guacka. E fundit që mora, edhe këta nuk mund ta lija. Guacka të tjera, por kjo është një rip. Yll, shethani çfarë të doni, edhe e imagjinova me një fund të bardh, boho stil, edhe pastaj vjen në mes këta ripin, 2 euro. Edhe fundit e mori buri këta, për veten e vet, mori një kollare. Nuk vdi që atë ju them të drejtën. Nëse Klajdi thaj që pëlqevi shumë, edhe është edhe Berberi, por kushton 10 euro. Ma 10 euro më duken shumë për një kollare. Në realitet nuk janë, sepse po të blesh një kollare Berberi të re, nuk janë shumë 10 euro, por jam mësuar që ti marri me 1 euro, 2 euro, 3 max. Edhe këto ishin të gjitha blerët tona. Sa hapi and excited. Burri tim i fillovi alergjia e pramberës. Të gjithë ju që keni alergji bashkë me burrin tim, më vjen shumë keq, bëni durim. Duhet të shkoj në farmaci të filloj të blej antihistaminit që quhen më duket, ato ilaçet, se pa ato nuk përballohet. E që them të drejtën, vjeshim në një qendër tregtare. Edhe ato për syt, që ti vesh kështu pikat. Ka shumë njerëz që duken, nuk e di, sikur më kanë lënë sy, duket. Ato duket sikur i ke të thara. Syt. Nuk kishim ndërmend të shkonim në qendër tregtare, por vajtëm edhe mora këto vethkat. Po i kërkoja që në behar, i desha këtë stili, nuk e mbaj mend ku e kam parë, më duket që të gjithë në familjen e tyre në Shqipëri kanë një njeri me këto lloj vethka, më kujtojnë ngjyshe, më kujtojnë mamin time. Çfarë tjetër? Kam super mega novita, po duhet të hajm drek. O Luse, edhe ti don të has drek? Hap burr diçka se duket këtu sikur është natë. Ka rritur makina e kafes dhe hapëm pastaj bashkë që edhe të provojmë kafe. So excited! Hajnë bukur para, Kemi edhe letrat e gjynike këtu burr. Ne të hajmë bukë, po makarona nuk mund të hajmë se s'kemi salcë. Kështu që çfarë do të fillojmë të bëj gati? Sill të bëj pul, sillej na 2 patate nga jashtë, që t'i fusëm në air fryer. Duhet ta heq këtë se do bëj. Kush e ka lënë të ndezur dritën e dollapit, me qenë se unë s'kisha hyrë në dollap, se më shkruan gjithmonë mua, o ti le të ndezur. Ku po shkoj ande ti po? Me sa gënjeshtar që je. Mos ishte vjen turp të gënjesh kështu. Dua të bëj një dis me burrin. Kur të duash? Do fillojmë diset në këtë shtëpi. Ke filluar po bëj shumë Jäger. Unë pulës hedh gjithmonë paprika, uri, piper edhe krip. Do i hidhja edhe xhinxher, po nuk kam. Kështu që mirë janë këto. Ma ven mu me lu torte. Ana me një lisho me na. Dreka është orari vetëm që ka pak dritë këtu brenda kuzhinës ime. Deri në sallon nuk arrin, po por mora shtëpinë më duk sikur kishte ndriçim të mirë. Duke jetuar këtu që jemi gati parë, kuptova që nuk kemi ndriçim të mirë në këtë shtëpi. Duke qenë që janë pallatet të tjera rreth e rrotull, nuk na lejnë fare dritë të arrijë deri te neve. Gjithsesi, it is what it is tani. Kur të bëjmë me lek, do blej një shtëpi më të madhe që të jetë gjitha me dritare, të ketë vetëm dritare gjigante, xham. Jam zgjuar edhe po më ndem pak fyti. Nuk kuptoj kur u ftofa, pse po ndem ky futi, jo, fyti po. Po hapet koha, edhe filluan përsëri me kefirin neve. Sa fillon pak të ngrofet, kefir. Që mos kemi antihistaminiko. Burr, po ka antihistaminiko, e din ti kush është, se unë nuk e di fare si janë ato. Ka të vogla. Kokërat vogla, okej. Të shofte një siritar plot me ilaç, po ka kokërat vogla, se faktikisht të tjerat janë të mëdha. Edhe ndjen çfarë do të bëj.
Burr, po bësh shumë agresiv. Dua ti ikëm në Sinsay, sepse kishte vajtur mami me motrën time në Sinsay në Athinë, kishin marrë disa gjëra, shumë gjëra. Sa Sinsay? Është një supermarket. Është atje ku është Super Roseto, atje do shkojmë. Që të marrim edhe pesto rosso. Kam një javë që nuk gjej pesto rosso te Roseto ime. Roseto ime ka një javë faktikisht që është e defurnizuar, nuk ka asnjë lloj furnizimi, është bosh. Çdo lloj gjëje që dua të marr nuk e ka. Çokoladat e mia të preferuara se ka, patatina nuk ka. Këtë javë te Roseto kishte dal makaronat integralet, ato që marrim ne me Klajdin barilat, 85 cent me ulje, kështu që vraponi. Vurëm re që thoni me Klajdin, ja prandaj ishin bërë 85 cent. Se gjithmonë ato normalisht kushtojnë 1,30 ca, 1,50, mos gabofsh ata. Edhe unë i marr gjithmonë kur dalen me ulje 0,99. Kjo është ulja më e mirë që kam parë. Tani kishën bërë 0,85, i thash Klajdit merr aty një 10 kuti pako ti kemi. Por vum re që në përgjithësi ka rënë çmimet, mbushëm 2 qese dje në supermarket me 75 euro, që kisha marrë edhe mish dhe shumë gjëra të tjera. Edhe pa 100 euro nuk dilim nga supermarketi. Por edhe benzina ka rënë nga 1,85 në 1,50 ca. Po vjen të gjitha çmimet në përgjithësi. Ka filluar avash tregu, që nuk e di po kjo është mirë apo jo. Kur bin çmimet do të thënë se s'ka punë. Tregu është ofertë kërkesë. Shkojmë ne në Sinsay. Su stresova. Milo, je afara completo. Jeni se ti dëgjova xhamkat vjeni. Nuk ju tregova Nespresso, faktikisht nuk e kam hapur akoma. Por, dëgjoni, unë e bleva që thoni makinën e kafes online, ma arriti këtë javë. Edhe kur ble Nespresso, ti mundesh të shkosh te dyqanet Nespresso e të provosh kafe, të pish kafe, të shohësh kush nga ato kafe të pëlqen që të zgjedhësh çfarë do blesh. Duke qenë që neve s'kemi patur ndonjëherë Nespresso, nuk e di çfarë kafe të ble, nuk i bleva online, edhe i thash Klajdit të shkojmë te një dyqan Espresso, që të blej. Edhe futem atje them që dëgjoni sa po bleva makinën, jam e re, nuk e kam idem fare, kështu që dua të shoh diçka, më thaj ç'a të pëlqen, sa të madhe pin kafe, se ka edhe lidhje sa të madhe pin kafe, edhe po i do më të butë, po i do më të ëmbël, provovëm disa kafe atje me Klajdin, zgjodha unë çfarë do marr, e më tham, duke qenë që je e re, do t'jap një dhuratë si benvenuto, si mirëseardhje për tutë neve, kështu që tani desha t'ju tregoj këtë dhuratën, se super e bukur. Edhe që thoni, hap këtë, edhe tadan. U gëzova shumë për këtë dhuratën sepse i desha shumë këtë. Ja shoh të gjitha gocave aty në TikTok-ku e në Instagram-ju edhe i desha edhe unë shumë këtë. Ma në fund, lëqyrë. Jo, do ikëm tani, nuk mund të montojmë atë. Pika. Pastaj, kishte këtë qeskën që brenda më tha ka oriz si shenjë për ekologjinë. Mundojnë të jenë eko në përgjithësi aty te Nespresso-ja. Milo bani nevojtë edhe do haj këto. Bravo, Milo bëri nevojtë e do haj ato. Ju të gjithë që më pyesni si mësova Milos të bëj nevojat jashtë jo në shtëpi, me shumë ushqim, me shumë snacks. Ja mësova. Si do mësoj burri mos ndërpres duke ngrat dru. Kishte brenda këtë, edhe kishte brenda dhurat edhe këto kapsulat Costa Rica. Mua realisht, të jemi domethënë realista në këtë jetë, nuk më duhet asgjë nga Sinsay. Sigurt nuk kam nevojë të harxoj lekë në përgjithësi në këtë periudhë të jetës time, ja kam thënë edhe herë të tjera. Por kurioziteti vravi macën themi ne në Greqi. Po hecën telefoni andej. Kam lënë telefonin me YouTube-in e hapur, po. Unë nuk mundem të bëj asgjë në jetën time, po mos kem YouTube-in të hapur në background. Të vishem ose të lyem pa YouTube nuk bëhet fjalë. Të lajem pa YouTube, të gatuaj pa YouTube, nuk mundem. Pastaj e braktis telefonin diku, edhe vazhdon telefoni me YouTube. Ç'të bësh tani? Hajde ti, vërtërtërkë. Hec tani ti. Mos më bëj vërtërtërka mua. Oj bukuri mamas vet. Bluza që mori në të përdorurat, 2 euro. Super. E zë vet. Ku është telefoni im? Po, këtu. Ja. Kjo, që sa po ndodhi njerëz, është shenjë nga Zoti. Sa ishin? 8 euro. 8 euro gjeti Klajdin pas një viti që ka pa e veshur të xhaketën. Edhe Zoti thot 8 euro do ja dedikos nuses sepse është yll bote. Nuses mbane si kafe do ja dedikoj vetes këto, jo nuses. Pastaj kur m'plakesh, i vesh këpucët me këta të këpucë. Sepse nuk mundesh të ulesh kurizën, të them kurizi pa ule. Nuk ashtë ajo, është kur vishesh elegant që mos ulesh me pantallon. Po. Stil. E merr atë të këpucëve për stil. Mami ime merr se ka të thyrë kurizin. Ku e ka kita këtë për kuriz? Çfarë ku e ka? Të madhen. E blevi tani në Sinsay. Të gjatën? Po. Ja, pa mua për themur. Nuk është e vërtet. Mos më kopjo këta. Atë tash është pleqe.
Nuk e di që më kapi nerv shumë keq. Deshe të bëj siri, ti ule ti që ti bëj Nuk e di që ishte, jo. I mora Çelsa. La karuçi gruas vet. Tu. Komshiu im ka vënë këto për qenkat veta, që dalën nga ana e oborit ton. E më tha, don ti vete këtu pse po grinden shumë 300 ton, nuk shkojnë mirë. I thash po e komshiveri, tha se edhe qeni im ka frikë të dalë gjithmonë. Të ri aty në obor, se vinë qenkat këtit komshiut e i thresën shumë. Njeri i thret, femra i thret shumë. Gjithmonë gratë. Është tamam stil Primark. Por realisht është shumë e vockël këtu. Aty ku veti më me Leana ishte 2 kaçe, më duket. Kjo me 10 euro është mjaft e lezetshme për shembull. Ka edhe repart me bizham, ka edhe roba të brendshme, edhe pse nuk është aq e mirë sa e Primarkut. Nuk i afroj të fare Primarkut. Kjo është super cute. Tani që ka erdhur edhe periudha e kopshtarisë. O, edhe këto burr që ti vëm aty te obori jon, dhe janë kaq nice. Okej, kjo është yll. E dini qarë, ka realisht gjëra super cute këtu brenda. Nuk shkojnë këto të shtëpia ime, po të shkonin do ishte shumë e bukur, sepse është 3 euro i dhe qeri. Edhe këta të lyesh veskat tani për pashkat edhe ti vesh këtu. E mbajta veten, nuk bleva asgjë. Edhe nuk ka se me zore mbajta veten. Kishte 1000 gjëra super të bukura. Tash e di çfarë, nuk më duhet edhe gjë, kështu që në fund të ditës e la. Tani shkojmë te Rosetta të marrim pesto rosso që ajo na duhet. The gold is here. Ma bën Kledi, po nuk është me ulje, sikur te jona gjithmonë me ulje, do njëherë gjë me ulje. Me aty se dorë gjithë javën. Dorim pa ngrënë gjithë javën po si morë. Gjeta edhe lejs me limon unë aty. Gjeta edhe çokoladkat e mia. Gjitha i gjeta, po të shkojmë në xhiro të Lidl të marrë ca biskota, pastaj kemi mbyllur, por nuk të nxjerr me xhiro për sot. E mbyll. Unë erdha që të marr thjesht këto. Kushtojnë 1,99 €, ka 2 pago brenda, kanë shije kimikate, po më pëlqejnë shumë njerëz. Edhe pse kanë vërtet shije diçka që nuk duhet të hash. Not me just finding lokume. Shije trëndafil që janë të preferuarat e mi. Not me just ruining my diet. Preset jenë të mira. Në Greqi isha, mund të kisha bler, harova të blija. Ditën e fundit më tha mami shko bli. Po ditën e fundit përtoja, kështu që mirë që i gjeta te Lidli. Mora tani në kthim makinën e Klajdit. Reja shumë bukur të ngasësh makinën e Klajdit. Është shumë e shlodhshme. Me makinën time ndjem gjithkohë në rrezik që po më ndodhi diçka, po pësova një aksident. Është e sigurt që nuk do shpëtoj duke qenë që ajo makina ime do bëjë direkt plup. Përsa me të Klajdit di një sigurezë në mam. Kështu si. Është më makinë kështu ror. E egër. Makinë burash. Skoda është Audit. Unë BMW dua. Dua BMW kush është ajo e madhja fare? Kjo them të drejtën nuk më intereson fare për makina, zero. Mjafton të eci. Thjesht më duket që ka erdhur ora që Smarti të zvendësoj. Nga ana tjetër nuk kemi lekë që ta zvendësojmë, kështu që janë thjesht ide, mendime e gjëra. Do hapam Nespresson se Kledi nuk pivi kafe jashtë Kastile, që të vim të provoj Nespresson se ja ka dhënë truri. Telefoni im po bje. Ja su ketula. Tani, këtë e heqëm. Edhe. Tuku. Është dhurata që më bëri motra ime për ditëlindje. Po e them për ata që nuk e kanë dëgjuar. Ka marrë këta Vertuon. Ishte si opsion të marrësh edhe makinën klasike të Nespressos. Po thoshte që makina klasike është për ata që janë amanti të kafes klasike. Po doni kafe pak më ndryshe, domethënë me shije të ndryshme të çuditshme, Vertuo ishte opsioni më i mirë. On top. Prandaj unë mora Vertuon. Kjo çfarë është? Wow. Kishte brenda edhe këta, mos janë kapsula si tha Bori. What else? Po kam vënë kapsula gratis, që ti provonim. Nuk e dija këtë. 4x3 burr, 12 kapsula gratis. Nuk ka me strawberry, do i porosis ato me strawberry. A mund ta lidhem edhe me telefonin? And make sure it's properly attached. Sot të ve një enë që mban të paktën 1 litër. Tani do pres të ngrohet kjo, që të shtyp edhe gjithë ujë që mbushëm atje supozoj do dal këtu. 1, 2, 3. Ndërkohë që po bëhet ajo t'ju tregoj unë çfarë mora. Tregova këto. Po bëke shumë zhurmë pero, shumë zhurmë. Mora këta për të larë trupin, ishte me uljet e Lidli, edhe shumë e mirë kjo e Davi, ta provoni. Mora edhe këtë te Roseto sepse ishte me ulje. Nuk e di çfarë ere ka, por në përgjithësi këto të Kokolinos më pëlqejnë shumë. Japën shumë erë të mirë robave, të provoni. Mendoja që do ishte më e mirë. Na, çoj pak te shtëpia e drurit Lere këtë, per favore. Faleminderit. Nespresso ja do nxjerr aq kafe. Sa ne kemi marr Gran Lungo, nxjerr gjithmonë Gran Lungo. Nxjerr të madhe. Edhe Nespressoja juaj bëjën zhurëm, apo më duket më që shumë zhurëm, se tjetra që kisha nuk bënte fare zhurëm. Hajde, kafja e para.
Shumë e mirë. Ka ndryshim me kafen tjetër që kishim. Qie, kremozitet. Që është kremoze njerëz, është super. Edhe tjetra me nxirë të kremoze, por Nuk ke e- nxirë super kremoze. Nuk e bante kaq tjetra, po duhet që është level tjetër. Ndoshta është edhe kapsula. Më pëlqen shumë. Vërtet? Po. Grazie motra. Unë kafe për vete nuk dua tani që sem të drejtën fare. Do e provoj nesër me kismet. Nuk e di si fiket kjo tani. Fiket vetë mbas disa kohe. Le të shtyp diçka. Por provojmë llokumka. Inshallah janë aq të mira sa ato që marrë në Greqi që janë të freskëta, janë të butka. E pse nuk kam shumë shpresë. Janë të butka, që kjo është shumë gjë mirë. Hallesh që nuk ka shumë shije. Ka shije, por nuk ka atë shijen e rënd, që mua më pëlqen shumë të ketë llokumja. Ajo që marrë në Greqi është bomb trëndafili. Okej, ka shijen, po është butkë të parë, është shumë e butkë. Bur, daj një llokumkë. Jo, nuk më pëlqen. Nuk ka ke provuar? Nuk më pëlqen thot në Greqi kur e kam ngrënë, më ka pëlqyer. Kam një shpiru mund, duhet të një fshes, duhet të lajen. Petlla. Lava pak këtë që ve kafet e mia. Mua më pëlqen kjo në të përdorurat e kisha bler. Nuk dua të marr diçka që është apostafat për kafet e Nespressos, të paktën momentalisht, sepse ka Nespresso dhe ka edhe shumë të bukura, por momentalisht nuk ndiem që kam nevojë. Plus, atë që bëj qumshtin për cappuccinon, nuk mora as atë të Nespresso, sepse makina e kafes ishte 100 euro, edhe vetëm ajo për qumshin ishin 90 euro të tjera, kështu që u thash për momentin do mbaj këtë që kam shumë mirë manxer qumshtin. Nesër pas nesër po e pash në ulje, po të mbledh pikë, se te Nespresso mund të mbledhësh e pikë të kesh ulje të ndryshme. Mund ta marr. Por momentin nuk e kam nevojë. Pun qefi janë këto gjërat, kështu që it's okay. Mora dhe sa kjo është Vivida. Kjo është një që thoshte që ka brenda B52 vitamin. E kjo vitaminat bën mirë, më tha i për trupin. Nëse unë mora që thoshte që ka shije biskote, prandaj mora. Me karamele, hazelnut. Ara, jo, pare thash, harova. Double espresso edhe vanilja. Nuk janë kaq kilci nicey. Por ti ke kishe marrë nga këto? Ka vajtur ora 8:30 ka vajtur. Edhe do vëm të zim vezë, dua të ha vezë të zjera mirë, me rigon, sepse që dje që hangra të maku nuk janë fare mirë. Vezë nuk tani kam edhe pak ftohtë. Dhe besoj e keni dëgjuar të gjithë gocën Ilaria Sula që e vravi X i dashurive në Itali. Kishte një vit që ishte e humbur, le të themi, nuk e gjenin, edhe tani e gjetën të futur brenda në një valixhe. Sado që flasën për këtë gjë që burrat vrasin femrat, sa shkon edhe më keq po bëhet situata, më duket mua, nuk e se po përmirësohet. Domethënë këtu në Itali u benami sepse në të njëjtën periudhë u mor vesh për Ilaria Sulën mbas 1-2 ditëve. U vra edhe një gocë tjetër italiane nga një çun të cilën thjesht nuk e deshte. Për këtë arsye e vravi ai, vendosi që me që nuk më do, un kam të drejtë mbi jetën e asaj kështu. Duke qenë që folën në Shqipëri për Ilaria Sulën, komentet e burrave shqiptar ishin që kështu është kur shkoni e lidheni me burra të huaj, duke qenë që X i dashuri asaj ka qenë filipinez. Sikur njohëm pak fare rastin e burrave shqiptar që kanë vrarë gruan e tyre. Nuk ka etni vrasja, psikopatia, sëmundja në mendje. Nuk ka as ngjyrë, nuk ka as rac, nuk ka as gjë. Je thjesht i smur. Nuk arrit do të kuptoj nga ku ka filluar gjithë kjo gjëja. Supozoj që ka shumë të bëjë me patriarkin, jo supozoj, ka të bëjë. E ka të bëjë shumë me potere. Potere është forcë, fuqi, me fuqinë që ndjejnë burrat që kanë mbi çdo gjë. Mendojnë që kanë fuqi mbi politikën vetëm ata, mbi biznesin vetëm ata, mbi familjen vetëm ata, të gjithë këta që mendojnë që kanë fuqi, që janë dora e parë, e transmetojnë të trurit tyre në një mënyrë të sëmur që kanë fuqi edhe mbi trupin tonë e jetën tonë. Nuk e di si që shtet. E momentet që lexova nga burrat shqiptar këto ditë kanë qenë nga më të shpifurat të mundshme. Një që lexova sot thoshte: "Të gjitha ju femrat jeni pika. Mirë t'ju bëhet juve që shkoni e lidheni me burra të huaj sepse ashtu e doni të gjitha t'ja u bëj." E me këto komente kuptoj që vrarësi i radhës i një femre janë këta njerëz që bëjnë këto komente edhe janë të lirë, të ecën edhe të jetojnë, të punojnë, të kenë marrëdhënie me femra, mund të kenë gra, mund të kenë fëmijë, edhe janë proprio ata që janë vrarësit e radhës. Jam e sigurt se nuk mundet një njeri që ka një IQ bazë, nuk po them as në një IQ të lartë, të shkruaj diçka të tillë. Nuk mundesh as ta mendosh as ta shkruash. Shoh që historia nuk arrin dot të ndrojë, e nuk e di çfarë duhet të bëjmë ndryshe. Supozoj që ju që keni çuna duhet të rrisni me shumë empati, duhet të mësoni çfarë do të thënë respekti ndaj femrës. Po keni një burr që bën shumë gangon,
shkon edhe të fortin edhe njërin e tjetrën tuleni të diskutoni pak e të thoni që nuk është ky shembulli për të dhënë, sepse burrëtnia nuk është baraz me dhunën në asnjë lloj forme edhe mënyre. Edhe mendoj që po keni femra është mirë të mësoni të fillojnë të ngrejmë edhe ne dorë. Duhet të fillojmë edhe ne të ngrejmë dorë, duhet të reagojmë, edhe po reagimi vetëm që mund të kemi është ky, atëherë duhet të fillojmë të ngrejmë edhe ne dorën, sepse ajo që shkruajnë shumë këtu në itali është që nga burgu nesër pas nesër gocën time mund ta nxjerr, po nga toka, nga dheu nuk mundem ta nxjerr. Edhe është më mirë që të ngrejmë dorë, nuk po them të vrasëm, nuk është ky mesazhi, po dikush është i dhunshëm me ju, nuk është as dhuna përgjigja, por kush është përgjigja është pyetja ime. Po ekziston një jetë tjetër, do desha të lindem burr. Burrat kanë shumë privilegje se ne femrat. Edhe jeta për femrat është shumë e vështirë se sa për burrat. E po nesër pas nesër kam një gocë, shpresoj të mundem t'i jap një edukatë kulturë edhe mos bjerë kur në duart e këtyre njerëzve, sepse nuk ka lidhje te edukatë kultura, ti nuk e kupton, manipulohesh, edhe por e në dorën e këtyrve është shumë e vështirë të dalësh, të paktën i gjallë, me sa po kuptoj. Jo i gjallë, e gjallë. Nuk jam fare dakord me dhunën, por ekzistojnë disa raste ku mendoj që duhet të ekzistojë një ligj që thotë që për këta njerëz pastaj ne do i fusëm në një karrige elektrike për shembull, si ekzistonte dikur. Në Amerikë ashtu. Në Amerikë ashtu është, por nuk e parapërdorën, nuk e paravej në funksion edhe nuk është në të gjitha shtetet e Amerikës. Ja që edhe aty nuk e kanë ndaluar njerëzit ta bëjnë këtë gjë, por unë mendoj që duhet të ekzistojë, sidomos për raste ku për shembull burra abuzojnë me fëmijë të vegjël ose i vrasën. Edhe di çfarë se po diskutonim në palestër, më tha një gruaj që është më e madhe, që këtu në Itali ekzistonte ligji deri para disa viteve, 50 vjet, nuk e di 100 vjet. Më tha që kur ekzistonte një martesë edhe gruaja tradhtonte burrin, e burri vriste gruan, atëherë ligji thoshte që ai nuk futet në burg që e vravi gruan, sepse ajo e tradhtovi, kështu që në thonjë se kishte të drejtë. Oh, zoti i madh. Si Shqipëria, si kanuni i Shqipërisë. Kesh ballin e pastër, se kështu e ke ballin e pastër, duke i marrë jetën një njeriu tjetër, ke ball të pastër. Kuptoni juve? Ideja që kishim ndaj burrnisë, respektit, ballit pastër e të gjitha këto është absurde, që ekziston akoma sot një komunitet mjaft i madh që i beson këtyre gjërave dhe i percepton ashtu si para 100 vjetëve, më duket absurde. Por ja që janë edhe jetojnë mes nesh, e shpresoj mos i takojmë kurrë. Doli ai që njall njerëzit në Shqipëri. Pash një, po. Sa gjë e ndjekur. Piranjat, bravo, që kishin gjetur këtë si tip bente ky, si ta quash tani, se nuk Si i bekuar nga Zoti që mund të njallte njerëzit nga smundit ose i thoshte ti nga djalli. Ka hyrë brenda teje djalli edhe unë di ta heq djallin edhe njerëz nuk ekzistojnë këto. Nuk ekziston kjo gjë. E sidomos në Shqipëri. Janë mashtrime në asnjë vend të botës. Është një nga mashtrimet më të forta që ekziston këtu e shumë vite, sepse njerëzit kur kanë arritur në një pikë që nuk gjejnë dot zgjidhjet e problemeve të tyre, e kthejnë te spiritualiteti. Edhe një që do të mbajë mirë nuk e ban me lek. Bravo, harojeni këto gjërat, ju lutem shumë, shpresoj që asnjëri këtu në audiencën time nuk beson këtyre gjërave. Nuk ekzistojnë magjirat, janë falso, nuk ka është asgjë të vërtet. Akoma edhe ti keni gjetur në makinën tuaj ato gjërat me dhej që thojnë me këmbë kafshës që edhe me leshë me njërin tjetrin. Nuk ka se ta hodhi dikush që kjo vërtet ka funksionuar. Ka vetëm një magjistare këtu, është vjera ime, gjithë të tjerët. Mos më bëj të qesë serioze. Okej. Edhe pash këtë tipin që thoshte unë kam vajtur 2 ditë pa pirë pa ngrënë diku, po prisja të më dalë Zoti, mbas 5 ditëve më doli e më tha ti tani je i bekuar edhe unë tani mundem e kuptoj edhe bej. Mu dojq truri. Problemi është që manipulojnë njerëzit që janë shumë besimtar ndaj Zotit. Manipulojnë njerëzit që mund të kenë probleme të rënda shëndetësore, që mund të kenë probleme të rënda shëndetësore mentale. Kjo është problemi. Që janë po nuk janë vetëm ato, që janë domethënë të dobta në karakter dhe gjenë zgjedhjen të feja. Jo të feja, se atje nuk ka edhe vetëm feja, e kupton. Po njëri gjen paqe duke i besuar Zotit, Allahu, kujdo, budizmit. Thjesht duke i besuar, që i beson, duke lexuar, duke ndjekur ato rregullat, për shpirtin e vet e bën për atë. Nuk ka gjë të keqe, nuk po themi që ata janë të dobët si njerëz, po themi që njerëzit që besojnë që po vajta te ky do zgjidhen problemet e jetës time, sepse un po vërtet jam i demonizuar, ka diçka që nuk shkon. Puna është shumë e thjeshtë. Po ekziston një Zot, nuk ka se ky Zot i thot një njeriu këtu i thot ti merr vendin tim, mund të flasësh në emrin tim. Kjo është gjë më budalleku më e madh në këtë botë. Po flasim për të gjithë, se ka njerëz që nuk i besojnë si puna jon, ka njerëz që i besojnë këto gjëra. Duke u manipuluar nga këto njerëz, unë lek është njerëzit tallë me ju, edhe asgjë gjë tjetër. Nuk fër përfiton njerëzit, domethënë kishim një rast në familjen tonë që dikush i premtovi që do bëj diçka edhe do ju shtojnë lekët e këndej andej vajti të bëj një ritual me
lekë aty që të shtojnë këndende. E dini çfarë bëri? Vodhi lekët. Të gjitha ato lekët që kishin vënë me njani dhe deshin të shtonin, ata ja vodhën. Bërën atë ritualin që ishte për t'ia vjedhur lekët. Kështu që mos i besoni, mos harxhoni energji dhe kohën tuaj në këtë gjë. E kuptoj një njerëz të shkojë të lexojë një filxhan kafe për çef, jo sepse i beson, sepse nuk ka me çfarë të merret atë ditë me jetën e vet. E kuptoj, por deri atje mos mendoni që horoskopi apo filxhani apo njëra tjetër do ju thonë të ardhmen tuaj. Tikin të falen të gjithë në përmal mes natyrës, gjejmë paqen, rahat. Është gjë e mirë, nuk ka gjë e keqe. Nuk ka gjë e keqe. Po të japësh 2000 euro që tjetrit me heqë mundialin. Okej, Google spenjiti. Mega dark ajon. Lux. Milo, nuk ka as mish këtu, as prosciutto, as pizza sot. Mirëmëngjes. Dita tjetër nuk jam fare mirë, nuk kam fjetur gjithë natën, kam dhimbje fyti, edhe kështu, domethënë nga pamja duket bajani ime këndi që është fryrë. Nuk mundesha të gëlltitesha gjithë natën, kështu që sa herë gëlltitesha zgjohesha, e ndimte shumë fyti, sidomos në natën, e dini dhembë më keq ose e ndjen më shumë. Kështu që sa më zinte gjumi shikoja ëndra të këqija, pastaj zgjohesha prapë, jam pa gjumë fare, nuk kam shije, nuk e di ku drejt që mbajta edhe uftofa. Tani në mëngjes vajta me farmaci para se ti Klajdi në punë, që Klajdi mori këto për alergjitë e veta, edhe unë mora këtë sprajn që është antifiamatorë, tha, për fytyn. Është më mirë se sa një çaj që piva dje, e kisha marrë njërë në farmaci, edhe ata apostafat për fytin. Unë gjithmonë kur sumurem, po sumura do sumurem me fyt, do sumurem me bajame, që i kam vdekje, me shumë mundësi duhet i heq. Si jam edhe shumë e sigurt, vdekje i kam e gjithmonë ato sumure. Kisha marrë këtë çaj, se këtu në Itali, të thonë edhe të presësh 4 ditë ashtu me bajame, me temperaturë, pastaj t'japën antibiotik. Shumë 4 ditë me bajame, nuk duroj dot veten më pastaj. Gjithsesi, piva të çajin se ai dimonte faktikisht, por ta shpifte jetën, më vinte për të vjellë mbasi e pija çajin, e ndërkohë që pija çajin, nuk e mbaroja dot kurrë sepse kisha atë ndjesinë të vjellurës. E vajta sot i thash, "Më jep ilaç çdo lloj gjë përveç se çaj", thash, "Nuk dua të më japësh çaj." Kjo ka pak shi orbiti, kështu që nuk është aq e keqe. Përballohet si gjë. Nuk e nisëm ditën mirë, por shpresoj të më qetësoj pak ajo, që të mund të vazhdojmë normalisht. Ora tani është 9:05. Normalisht do besha gati që të ikë në palestër, por duke qenë që më shumë nuk dua të ikë, sepse nga ana fizike nuk është se ndej dhimbje, por jam e sigurt që trupi në këtë moment ka nevojë për qetësi, se po më thotë diçka nuk shkon mirë. Kështu që për sot nuk do shkoj. Po do më ndihmoj ky sprajti, nesër do ik. Gjithsesi sot them ta marr pushim. Si jam kështu në këtë moment, si jam kështu, dua edhe ty të bëj një dush, por po ndej edhe pak si ethe, kam pak ftohtë, ndeza termo, ndërkohë është pranverë, ndeza termo se kam shumë ftohtë. E po ty të lajm do them akoma më keq. Kështu që thash ndisi të ngroj pak shpejt, pastaj do hy. Do filloj ditën duke vënë një lavatriçe, se është mbushur kjo e nuk ka ku të shkoj me. Roba për hekur. Faktikisht plani im ishte që sot të beja mirë balkonin. Ta fshija, ta laja, beja ato kangjëllat e dritarëve, dritaret, baxhuret, i beja pak të gjitha mirë. Duke qenë që yri pranvera, edhe këto punët në dimër nuk i parabajmë, i bëjmë tani në behar. Javën tjetër të beja oborin, por nuk jam në gjendje. Prandaj thash të paktën hiq ato rrobat që ke për hekur, se rinë atje dhe presin mua. Si è disposta a maritarsi? Kisha marrë të shinë edhe këtë raner që vjet në mes të tavolinës, e lava e kurosa tani, kështu që do pastroj tavolinën që ta vetë shoh si do duket. Tani kjo ka para mbrapa, nuk e di. Duhet të blej lule të freskëta, se këto kanë vdekur, po të mërkurën zërë lidli lule. Nice, më pëlqeka. Shumë mirë duket. Më dhem koka. Sa shkon edhe po u përkeqësoj. Po mendoj të pinje i po brufen. Po duhet shoh po kem. Nuk po ndje mirë. E duhet të shkojmë të ndrojmë edhe çarçafet e dhomës tani. Se s'bën. Edhe këto mbuleskat nga Shini që shumë të bukura janë, shumë pranverore janë. Ato të jashtëkat e Vockla nuk më pëlqejnë, por kam shumë të vështirë të gjej klef për jashtëkat e Vockla që të jenë cute. Janë, më thatë, këto quhen lule dele, më thatë tani. Inshallah nuk po gaboj. More një i po brufen, hallesh që nuk kam ngrënë, edhe nuk më haj, por nuk mund të marrësh ilaçe pa ngrënë, kështu që duhet filloj të përgatis drekën e të detyroj veten të haj. Për darkë them të bëj edhe ndonjë supë, ta dërgoj Klajtin pak në super të marrë gjëra për supë. Me pulpo mendoj ta bëj, sepse hallesh që unë e
kam të vështirë të marr peshë në përgjithësi si njeri. Kur smurim edhe nuk haj, humbet atë peshën që me zor kam marr, edhe nuk dua të ndodh kjo gjë se nuk e kam nevojë në jetën time. Do përgatisja një pako, kam shitur këtu këtu. Është një trench që mund ta veshësh nga të dy anët, nga ana kafe edhe nga ana peshë. E vlevi një gocë të vintet, kështu që do e bëj gati që kur të kthehet Klajdi në drek, pastaj tik prap në punë t'ja jap, duke qenë që vendi që i dërgojmë është rrugës për punën e burrit. Edhe tani shita edhe një tjetër body, por është diku e futur poshtë krevati e nuk kam fuqi të hap krevati. Nuk kam fuqi të bëj as atë, që ta rini të kuptoni si jam. Shqyr që pastrova dhe shtëpinë mirë, se sot nuk kam fuqi të bëj asgjë. Sa po arriti edhe një pako shenjë. Faktikisht është e dyta që ka arritur. Njëra ka brenda rroba për palestër e njëra ka rroba banjo. Por si ka rroba banjo të para të vitit le të themi, tani do duhet isha super excited. Nuk jam. Ndërkohë që ai sirtari me rrobat e palestrës imi po pëlqej për pak. Duhet të shkoj edhe ta rikontrolloj të heq ca gjëra që nuk përdor, se ekzistojnë disa që nuk përdor. Që të kem hapësirë të fus të reja. Dikur isha në një shtëpi super të vogël me qeraj, nuk më nxjerrin rrobat se ishte super e vogël shtëpia. Tani erdha në një shtëpi më të madhe që kam thuajse një gjysmë dhome, vetëm me rroba e prapë nuk nxjerr rrobat. Si bëhet kjo tani? Po mendoj mbase atje ku kam varur pantallona, xhinse e dollapi. Ajo mban shumë hapësirë për shumë pak rroba. Edhe ndoshta do duhet të ve sirtare, se do mbante shumë rroba. Po ja thash Klajdit me shumë mundësi do zihemi, kështu që nuk kam nerva në këtë moment. Do e bëjmë në një moment të dytë, tjetër. Dua të marr atë sprayn me vete, ta kem gjithkohë kështu, krr të fyti. Ajo që realisht do të bëhesh të shtrim në divan e mos bëj asgjë. Të gjitha këto janë gjëra që unë nuk përdor edhe i kisha aty brenda. Janë nga gjërat e para që kam bler fare. Nuk më rrin mirë, nuk ma tregojnë bukur trupin, nuk janë masa ime. Kjo për shembull këtu e bardha është gjigante për mua. Disa të tjera janë super të ngushta, kështu që këto janë të mira edhe janë të papërdorura, po do bëjmë bazarin, do i kemi në bazar. Jo, për gocat e mia që shkojnë palestë. Po ma nuk më duhen. Plus më dërgojnë 1 milion të reja, kështu që pse ti mbaj. Me të has. Hajde Lucy bukur të has. Hajde zemra ime të has. Hajde Lucia. Nuk e di, ose Henry ai la ushimin për ty. Po vrapo, nuk kam vjen. Thjesht të dëgjoj dhe erdhi. Hey Google, meti timer 11 minuti e 30 sekondi. Tani erdhi momenti. Si do e pi kafe në grup? Te kjo, thotë e ëmbël. U kthej në shtëpi më tha mësoj po pres të pi kafe. Don kafe. Sa keq po më vjen që nuk mund ta pish. Ma nuk të vjen pak keq për mua. Po, shumë. Atëherë pse ironizon? Nuk po ironizoj. Që të shikoni sa burr të mirë kam njerëz. Jo, thjesht. Ju që thoni osa me fati që ke Klajdi. Jo. Po. Plus kam të palos rrobat që vurëm të laj në mëngjes. Por njëherë duhet të gjej një video në YouTube, pastaj të ulem, ta shoh e të palos. Gara një dush që thoni sepse gjithmonë sido që të jem më bën të ndihem më mirë, edhe nga ana fizike edhe nga ana psikologjike, mbas dushit ndihem gjithmonë një njeri i ri. Nuk po duroja dot veten, duke qenë që edhe natën nga sikleti nuk më zinte gjumi, isha dërsitur. Ndihem sikur është mënyra vetme për të hequr pak sëmundje nga sytë meje. Ora ka kaluar, Klajdi është kthyer nga puna, ka vajtur në park që të stërvitet pak. Kisha thënë të bëjmë supë për darkë, më tha të shkojmë në super të marr ingredientet, por nuk kam nerva të merrem. Nuk kam fuqi realisht, nuk ndihem mirë. Dua vetëm qetësi. Bëj edhe skincare-in që të ndihem sikur diçka bëra për veten time sot. Edhe bishamkat e Lara, që mbajnë erë këtë mira. Ka erdhur momenti ti këtë heq vetulla, duhet të prenontoj një apuntament. Ore, mirë digjojmë, se unë nuk e digjoj mirë veten time. Kam edhe veshët e bllokuara, domethënë, përveç të tjerave. Si përfundovi kjo video, në të jetë ngrindje totale dita e dytë? Po filloj me përgatitjen e qoftkave, vura mishin, ma shpif, ka edhe një ngjyrë strano më duket, vallai, nuk e di. Unë ndjek një recetë që shtypa qofte në furrë të thjeshta. E thoshte që si fillim të ve mishin në një kështu, me pak uthull. Për çfarë arsye nuk e di. Pastaj vazhdojmë recetën tonë, e na duhet një qep, një domate, të cilat do i presim copka e do i fusim te multi që t'i grim. Edhe na duhet përveç atyre edhe baziliko edhe prezzemolo, borzilok edhe majdanos mbase. Që perëm këtu do hedhem te mishion. Dhe pastaj do shtojmë piper, kri, perigon.
Do shtoj edhe një vezë, edhe bukë të ekur, si quhet kjo tani? Pangratato quhet, bukë në therime. Edhe tani miksojmë. Ju mund ta bëni me duart, mua që nuk më pëlqen fare, me këtë. Dhe tani e fusëm në frigo, e lejmë gjysmor, 1 orë, të mpikset pak, të mblidhet. Unë i bera gati, buri po i ben topka. Mite me qofte Basani. Bugaçe me bugaçe. Me? Bugaçe. Milo këtu, po prejt mbas se diçka i bjen babit vet poshtë edhe do zoti e han. Ndërkohë kam përgatitur edhe patatën në air fryer. Ma më duket që më bërë vallaj. Nëse më bërë do i hanë barbar. Ho saputo della condanna tua. So, troppo cosa.